Shikos në ruar, si që paralajmëruam që në fillim, në safirin në studio kemi kryetarën e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetaun. Kryetar, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Kemi shumë çka për të diskutuar, mirë po do të nisim prej asaj aktuales, është play-offi i garave, mirë po do doja të di më së pari cili është vlerësimi i Federatës së Basketbollit që ju e drejtoni për aktivitetet dhe garat të cilët janë deri tash të play-offit. Mund të them që kemi pasur një sinor jashtëzakonisht mirë. Ajo që po shihet është, do të thotë, në realitet 4 ekipet më të mirë, ato që kanë qenë gjatë gjithë vitet në kry të tabelës edhe u plasun për gjysmëfinale tash. Kjo seri gjysmëfinale besoj që do të jetë po aq e paparashikueshme sa që kanë qenë edhe shumica e xhirove të cilat i kemi zhvilluar deri tash. E pam edhe tek ndeshjet çerek-finale, do të thotë që të dy grupet çerek-finaliste do të thotë shkuan deri në 3 ndeshje, ishin ndeshje të cilat nuk patën epilog deri në minutat e fundit të ndeshjes, mbajtje në Prishtinë do thotë shkret në vazhdime ndeshja kundër Vllazniut. Kështu që besoj që do të kemi sërish garë të tillë, për shkak se ekipet janë aty për sa i përket cilësisë. Fiton gjithmonë ai që ka më shumë cilësi, ai që ka më shumë fuqi, ai që ka punuar më shumë gjatë tërë vitit. Edhe ai natyrisht edhe ai që ka fat. Do thotë sepse është e pamundshme pa këtë segmentin e fatit me fitu në fund. Unë i kisha takimet edhe para ciklit qerek finale dhe para ciklit gjysmëfinale, kam pas takimet me klube, do të thotë jemi të lumtur me ato ku kemi mrit deri tash. Do të përpiqemi që kësaj ta shtyjmë deri në fund. Fatmirësisht nuk është që kemi pas shumë probleme, shumë telashe, të cilat para 3-4 viteve na kanë shkaktuar vrage dhe kemi pas më shumë ballafaqime me to, si vjet ka qenë stinor i mirë, po shpresoj që kështu do të shkojë deri në fund. Nëse i referohemi garave para play-offit, kampionatit si quhet në zhargonin e sportit kampionati i rregullt, jo pse ky nuk është i pa rregullt, mirë po është pjesa tjetër ku përcaktohet kampioni. Edhe aty patem rivalitet të skuadrave dhe thuajse edhe në sinjalet e para që do të kemi një play-off interesant. Në realitet renditja përfundimtare përcaktuar në 2 xhirat e fundit. Deri në 2 xhirat e fundit Prishtina, Trepça dhe Bashkimi kanë mund të përfundojnë 1-2-3 kudo, do thotë secila prej tyre. Por u dëshmu edhe njerë do të thotë që Bashkimi kishte më shumë stabilitet, i fitoi ndeshjet kur u desh edhe arriti me qenë i pari. Edhe Trepça si e dyta do të thotë ka bërë punë të mirë me 1 fitore më pak se sa Bashkimi dhe Prishtina si e treta me 2 fitore më pak, do të thotë gjitha kanë qenë aty deri në fund. Kështu që për këtë pjesën e rregullt kampionatit vërtet jemi të lumtur me ato që kemi pa, edhe sa i përket garës në fund përveç vendit fundit do të thotë ku Proton Cable Prizreni pak më herët është shkëput, do të thotë edhe Bora ka luftuar pothuajse deri në 2-3 xhirat e fundit për atë vendin e 6 i cili të shpije në play-off. U pa që do thotë ekipet të cilat kanë punuar më shumë për gjatë tërë vitit ju është shpaguar këtë pjesë të garave, kështu që tash në realitet do thotë mendoj që detajet do t'i përcaktojnë fitues nga do thotë këto ndeshjet e para gjysmëfinale deri në fund. Ju e dini do thotë që sistemin e garave kemi të tillë që vendi 3 me të 6 dhe 4 me të 5, nësi çifte qerek finaliste luajnë deri në 2 të fituara, do thotë 3 maksimum. Tash gjysmëfinalet i kemi në 3 të fituara, ndërsa finalen ta kemi në 4 të fituara, me atë që nëse shkojmë deri në maksimumin e të gjitha ndeshjeve, do thotë deri në fund të garës, do thotë ta përfundojmë me 28 maj, është ajo dita e fundit e finales së mundshme të shtatë. Një test i mirë i organizimit të federatës, kur thënë federatës për faktin se kupa gjithmonë cilësohet si një aset i federatës që organizon federata. Ka qenë një barometër i mirë edhe garët e kupës, edhe të play-offit për të përshikuar se në fakt ku qëndrojnë edhe klubet, por edhe federata në këtë drejtim. Pajtojnë me këtë konstatim. Pajtojnë pa tjetër. Do të ne sistemin e kupës, garave të kupës e kemi ndruar nga ky vit, dhe më them që ky test të cilin ja bëjmë si vjet është i suksesshëm. Do thotë deri në vitin e kaluar ne ke kupën e Republikës e kemi zhvilluar me garë të Final 8, do thotë 8 kanë shkuar me një garë për atë që ka përfunduar brenda 4 ditësh, por tash si vjet kemi pas garën e tillë që në secilin pjesë, do thotë në secilin pjesë të garës deri në finale kemi pas me vajtje ardhje. Edhe kjo natyrisht se sjell përfitime më shumë për klubet, kanë pas më shumë gjasa për të arritur deri aty, sepse i ke 2 ndeshje, jo vetëm një ndeshje të përcaktohet epilogu apo të përcaktohet fituesi. Në finalet të cilën kemi organizuar në Prishtinë, vërtet kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Edhe në finalen e Ligës Unike duhet ta përmend gjithashtu, do thotë e cila prapë është organizuar në Prishtinë, Final Four, do thotë kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Kemi pas ndeshje të ngushta, ajo janë pikërisht ndeshje ato të cilat e bëjnë basketbollin do të dashur dhe interesant për publikun. Dhe sigurisht se kjo na gëzon. Tash
ndoshta për të ndërlidh pak për shkak se e kemi pas si barometër, edhe lidhur me veprimet e tifozëve, sepse në këto ndeshje kemi pas tifoz, besoj që po e di ku po do të më dalë me pyetjen e radhës. Kemi pas tifozë të dyja skuadrave pjesëmarrëse dhe kemi kalu mirë pa probleme, do të thotë pa të lashë duhet thonë, dhe duhet i përgëzoj të gjithë ata që kanë qenë për palestra, se vërtet kemi kalu mirë. Një prej temat të cilën i kam pas me klubet pjesëmarrëse në play-off dhe me klubet gjysmëfinaliste tash ka qenë vërtet kjo, do të thotë a do duhet që të jemi pak sa më të me thonë dorë lirë, apo pak sa më fleksibile dhe të lejojmë që tifoz të mysafir të marrin pjesë në për të ndeshje, por do thot ideja është që të mos rrezikojmë asgjë në këtë fazë, duke qenë që kemi pas një vit të mirë, edhe si vjet, edhe vitin e kaluar duhet me përmend gjithashtu. Hiç një ekses i cili ndodhi me një tifoz në Suharek, do të tjerat kanë shku ashtu siç është dashur të shkojnë. Mu më vjen mirë, do thotë që kemi pas ndeshje të cilat kanë kalu. Do të nuk e kam statistikën këtu, por sigurisht spaku 20 apo 30% të gjitha ndeshjeve gjatë tërë vitit i kanë fitu skuadrat mysafire, edhe s'kemi pas ndonjë të lashe. Kështu që vendimi është do të që të shkohet njëjtë, do të kemi vetëm tifozët vendor deri në fund, edhe ta çojmë garën ashtu siç duhet. Fatmirësisht palestrat i kemi të plota, po e shehni do të kudo që po luhet, palestrat janë plot, shikueshmëri ka mjaftueshëm, edhe nuk duam që ta rrezikojmë. Mas pari, do të vendimi është për vetë tifozët. Sepse ajo që ndodhe që në rast se ka hudhje apo ka ndonjë veprim të pahishëm, atëherë për fat keq po na bie që t'i zvrazim këto palestra. Edhe kjo e kam thënë edhe më herët edhe te ti, besoj që kjo është kundërintuitive, do të gjitha sportet punojnë që të kemi palestrat plot siç po e shohim në ekranin prapa atje. Do thotë ne po na duhet që të marrim veprime për t'i zvrazur ato. Edhe kjo po ndikon, po irriton, edhe po ndikon negativisht tek shikueshmëria, sepse dikush që vje edhe largojnë prej palestrës pa të keqet të tij, natyrisht se ndihet keq dhe herën e ardhshme heziton që të vijë. Kështu që kemi dashur që të sigurohemi që gjithçka të shkojë mirë edhe mbar deri në fund, dhe të sigurojmë të gjitha ekipeve kushte optimale për të fokusuar 100% vetëm në terren. Kur jemi të shikuesit kryetar gjatë kampionatit të rregullt, palestrat ishin të mbushura siç ju e potencuat, kishte më pak se që përpara shumë herë që patë incidente, pati parkimet aty këtushme, sepse dhe rivaliteti është në tribuna, mirë po, ajo që bie në sy duket që ramja intensitetit të incidenteve të mundshme, a mund tjetë edhe ajo që në palestrat tona më nuk ka tifoz ultras, po janë njës mirë të lojës basketbollit? Ajo që neve na gëzon natyrisht kur t'i shohim këto palestra që kemi, do të thotë familjarë të cilë shkojnë për të shiku, kemi njerëz të rëndom të cilë shkojnë për të shiku, në të kaluarën do të thotë ka qenë fokusi më shumë te tifozët ultra siç po i quhen ty, ndërsa tash do të thotë i kemi palestrat plot me e pa ata, që është shumë e mirë. Natyrisht se tifozët e organizuar i japin një lezet të veçantë ndeshjes. Është ndryshe kur kemi tifozë të organizuar, do të doja që secilën ndeshje ti kemi këta tifozë pra ndeshjem atë. Natyrisht anojnë, të bëjnë tifo për klubin vet, por kurse si do thotë që ndërmarrin ndonjë veprim i cili është i dënueshëm. Ne kemi rri deri në këtë pikë me shumë mund, edhe me shumë veprime të vrashta dhe të randa, të cilat sinqerisht do thotë nuk më bojnë të lumtur as mua as askën Federatën e Basketbollit të Kosovës. Kështu që ajo që është ideja aktualisht është do thotë që këtë trend të mirë ta vazhdojmë tutje dhe ta çojmë garën deri në fund. Fundja fundit do të gjitha ekipet kanë luftuar për gjatë tërë vitit për një plasman më të mirë, sepse plasmani më i mirë gjatë asaj fazës së garës së rregullt, kampionatit të rregullt, të siguron përparësinë e terrenit. Edhe kemi dashur do të thotë që kjo përparësi e terrenit, e cila është fituar me shumë mund në terren, të mos humbet për shkak të veprimit të pandërgjegjshëm të ndonjë individi, sepse sërish duhet ta potencoj këto do të thotë. Ne i kemi 99% të tifozëve i kemi jashtëzakonisht mirë, e kuptojnë basketbollin, e dinë, e duan, reagojnë atëherë kur duhet të reagojnë, do të thotë e kanë të qartë se çka i ndihmon ekipit vet, por i kemi pas do të thotë dy raste në këto ndeshje të çeyrkfinale ku veprimet e tifozëve kanë pas ndikim negativ të drejtë për drejtë në performancën e ekipit të tyre. Do të thotë një me ndërprerjen e cila është shkaktuar në Suarek, dhe tjetra për shkak të hudhjes së një petarde, e cila vërtet nuk është veç petardë, se dikush mund ta keq kuptoj, po është një tingull, një zhurmë e padurueshme në terren, prej të cilit moment do të thotë Prishtina ka qenë +10, ndërsa ka përfunduar Baras. Do të thotë prandaj them do të thotë nuk janë këto veprime të cilat i shërbejnë klubit, në realitet i shërbejnë asgjëje, do të thotë i shërbejnë vetëm kaosit. Kështu që ne kemi dashur që me këtë vendim që e kemi marrë, përkundër faktit që po them që i jep
vërtet një ndjenjë të veçantë kur ka tifozerit organizuar, është edhe më e veçantë kur janë dy tifozerit, por për fat keq do të thotë në këtë moment e kemi vlerësuar që nuk është e duhur kjo formë, nuk është i duhur ky vendim për të lejuar të dy tifozerit, duam që të shkojë gjithçka mirë deri në fund. Zoti Vetau, sigurisht që ju ka rënë sy edhe një gjë në gjatë kohë kampionatit të rregullt para play-offit, kemi pas edhe raste të cilat është duar tërkit skuadra Musafiri që është fituar loja. Dhe kjo bie në atë konstatimin që e nxorëm bashkë se në palestrat tona ka tash njës mirë të lojës së basketbollit që cilët pavarësisht që anojnë për skuadrën e tyre, din ta dorë tërkas si fituesi. Sigurisht se po, do të çdo ditë më shumë po e vrejmë këtë, do të është evidente kjo punë. Mu më gëzon fakti do të që klubet tona kanë arritur të krijojnë për rreth klubeve të veta, të gjitha kanë krijuar pak a shumë brende. E kanë kriju një brand të cilin po e përkrah qyteti i tyre, po e përkrahin njerëzit, do të e kam të pamundun me dalë në qytet këtu në Prishtinë, dhe mos me ndalë një Gjakovar, një Pejan, një Mitrovica Ali, një Prizrenjani. Kanë me thonë që qyteti i basketbollit është Peja. Fatmirësisht të gjitha këto qytete pretendojnë që qyteti i basketbollit është Peja, po për neve, po të gjitha këto klubet të cilat bëjnë punë të mirë janë njëjtë të dobishme, do të vërtet kemi pas disa vite kur Ponte, pastaj Proton Cable Prizreni ka do një shihet veçantë ligës. Kemi pas këto 2 vitet e fundit ku vllazënimi është ringjallë, është konsolidu, ka arritur që të fitojë trofe pas pothuajse 30 vitesh, do thotë jemi duke fol për zgjerim të basketbollit dhe kjo është e mirë. Në anën tjetër, duna me thonë trosh, që është shumë e mirë fakti që si çifte gjysmë finaliste e kemi atë që gjithmonë historikisht e kemi quajtur katërshtën e madhe. Katërshtja e madhe për shkak se këto qytete, secila prej tyre janë do të thotë qytete të basketbollit. Edhe Prishtina, edhe Peja, edhe Prizreni, edhe Mitrovica janë qytete të basketbollit, këta kanë dëshmuar për gjatë të viteve, në realitet edhe numri më i madh i trofeve të fituara në basketboll vijnë kryesisht do të thotë prej këtyre 4 qyteteve vijnë, do të thotë më se 90% të trofeve të fituara deri sot, kështu që është i veçantë ky stinor sepse ka vite që nuk e kemi pas kësaj. Ajo çka ka shty drejt konsolidimit të mëtejmë vetë federatës për pas një organizim sa më të mirë gjatë këtyre viteve është thjesht se duam të materializojmë këtë situatë të cilin e kemi. Jo vetëm e praninë e këtyre 4 ekipe, sepse do të ishte po aq e drejtë të ishin gjysmë finalist edhe Vllaznimi i cili humbi në vazhdime, po edhe Ylli që e humbi në momentet e fundit apo në minutat e fundit ndeshje, do të ishin të barabartë në këtë drejtim, por do thotë jemi të konsoliduar e të fokusuar që ta çojmë garën deri në fund ashtu siç duhet. Kur e përmendet katërshtën e madhe, ajo është mendimi im, ajo pse i solli në këtë nivel katërshtën e madhe është pikërisht tradita, sepse edhe Ylli edhe Vllaznimi rivalizojnë deri në fund. Po duket që tradita po ruhet në mes këtyre 4 skuadrave të mëdha. Jo vetëm tradita është edhe përvoja. Këto janë ekipe të cilat e kanë përvojën, e kanë si them, do të thotë, e kanë atë eksperiencën e të fituarit, edhe krijohet një farë bindje në spaku kështu e kam pas si lojtar, do thotë unë kam pas klube kur kam qenë lojtar vet, do thotë të cilat e kemi ditë që edhe nëse jemi 20 plus do ta humbin në fund se ata e kanë përvojën, ata e kanë ndjeninë dhe janë mësuar me fitu. Edhe në këtë rast do thotë ne kemi këto klube të cilat kanë rivalitet të jashtëzakonshëm mes vete, të cilat krijojnë dhe rivalitet kudo që shkojnë nëpër Kosovë. Kështu që është me rëndësi që këtë frymë të cilën e kemi si vjet ta shtyjmë deri në fund edhe që të kemi për vitin tjetër edhe të tjera të konsolidohen edhe më tej për të luftuar me këto 4 dhe me të tjera natyrisht. Kryetar, kur e përmendëm traditën, në basketboll në Kosovë sikur është bërë traditë që takimet e play-offit kemi edhe gjyqtar të huaj. Në këtë kuadër po vazhdon ajo traditë dhe në këtë drejtim a mendonin që gjyqtarët e huaj e kanë më lehtë ta kontrollojnë ndeshjen për faktin se gjyqtarët vendas janë vendas dhe atmosfera i bën sikur i rrezikon një farë forma po tjetrën për ta kryer punën ashtu siç duhet. Do të arsyet për angazhimin në referve të huaj janë edhe objektive dhe subjektive. Duhet t'i përmendim të dyja. Unë më së pari duhet t'i përgëzoj gjyqtarët tonë, për shkak se janë pikërisht gjyqtarët tonë të cilët e kanë pru garën deri këtu me jo pak të lashe, do të thotë për ta, edhe në raportin të cilin federata e ka ndaj tyre, në raportin të cilin ata e gëzojnë nëpër qytete dhe për klubeve e tjera, sepse kemi një numër shumë të vogël, i cili do të thotë është tër kohën pranë këtyre klubeve. Do të thotë mund t'i bie që gjyqtarit X t'i referoj Pejës 13 për 28 xhirove. 15 për 28 xhirove, ndeshjen e kupës, ndeshjen e ligës nike e tjera, do të për shkak të numrit vogël ne nuk e kemi mundësinë sepse në listën A kemi fare pak gjyqtar, do të kemi 2-13 krejt. Ata të cilët mund të referojnë në Super League. Kështu që
po konsumohen ata, jo që po hargjohen ata, po krijohen pastaj, do thotë kjo është objektive, ndërsa në anën tjetër po krijohen ndjenja subjektive. Se thotë sa herë vje Arbeni me referuar po hupi. Do thotë pa ndonjë objektivitet me thonë që më ka dëmtu në pikën 1, 2 apo 3, po ja që ashtu po ndodhë. Edhe arsyeja e sjelljes së gjyqtarëve të huaj ka qenë thjesht për ta mobilizuar dhe pak më shumë bazën të cilën e kemi të gjyqtarëve tonë për shku tutje. Ajo që gjyqtarët tonë kanë thënë është se nuk kanë dashur që të përfundojnë ligën me përkrahje prej gjyqtarëve të huaj. Do thotë, na e kemi pas një propozim në bord të cilin e kemi diskutuar, ka qenë që ta sjellim 1, eventualisht 2 të huaj për ndeshje. Por gjyqtarët tonë do thotë janë ndi të fyer, të nënçmuar, faleminderit fjalë e duhur, të nënçmuar edhe kanë thonë që ne kemi sjellë deri këtu dhe do të nëse keni me marrë gjyqtarë të huaj, atëherë merrni të gjithë gjyqtarët e huaj dhe shkojmë gjyqtarët të huaj, edhe këto e kemi bërë. Fatmirësisht gjyqtarët të huaj i kemi mjaft mirë, do të janë cilësor, janë do të gjyqtarë të cilët do të angazhohen prej gjysmëfinaleve të huaj, do të janë gjyqtarë që kanë gjyku kampionate botërore, do të finale të olimpiadës, se ku e diun çka, do të janë gjyqtarë të dëshmuar, kështu që po shpresoj që do ta çojnë deri në fund ashtu siç duhet këtë vit, edhe është më e lehtë për klubet, për shkak se nuk kanë do të ndonjë farë ndjenje subjektive ndaj këtyre gjyqtarëve. Për neve është në federatë është më e lehtë sepse nuk mund askush të pretendoj që ka ndonjë farë ndikimi, por për gjyqtarët tanë duana me thonë do të thotë që është e pavolitshme kjo situatë. Unë i kam kuptu me veprimin të cilin e kanë ndërmarrë, nuk është që kam bërë ndonjë gjykim tash për momentin lidhur me këtë punë, po i kam kuptu për veprimin të cilin e kanë ndërmarrë edhe i kam falendëruar në realitet për gjithë ato që kanë bërë për gjatë tërë sezonit, dhe ne do të shohim që prej vitit të ardhshëm se si do të shkojmë tutje. Dy vetohu, përmendëm traditën e gjyqtarët, po thoni që e keni kuptuar gjyqtarët, te keni vazhduar traditën, ju personalisht e keni vazhduar traditën, se në terren e keni respektuar shumë dhe nuk keni reaguar në vendimet e tyre. Mbaj mend mirë, dhe kë keni vazhduar traditën dhe si kryetar. Kur jemi te gjyqtarët, tha numër i vogël i gjyqtarëve. Çka duhet bëj federata në këtë drejtim, të shtohet numri në listën A, për kundër faktit që ka shumë aktivitetet të gjyqtarëve, seminare të ndryshme. Duhet të bëj dy gjëra. E para, duhet ta shtoj numrin, sepse ne e kemi numrin e pamjaftueshëm të gjyqtarëve, do thotë edhe në kuptim kuantitativ kemi pak. Nuk është e mjaftueshme. Më së dyti, ne duhet të punojmë shumë më shumë me ata gjyqtarë të cilët janë të ri sot, do thotë janë të ri në gjykim, po të cilëve u kemi dhënë rastin edhe gjatë këtij viti, po vitin tjetër besoj që do të kenë edhe shumë më shumë rast për të gjykuar në ndeshjet e Superligës, sepse unë besoj që gjykimi nuk mësohet në klinika dhe në seminare, do të thotë teoria natyrisht është e rëndësishme, por mësohet me punë në terren. Ajo çka do të kemi nevojë që të kërkojmë do të thotë prej klubeve tona të Superligës prej vitit të ardhshëm është pak më shumë mirë kuptim, sepse ne do të angazhojmë gjyqtarë të ri prej vitit të ardhshëm, do të thotë përveç kësaj që përmendet do të që kemi numrin e pamjaftueshëm, ne edhe 2 gjyqtarë veç na ka njoftuar që do të tërhiqen prej vitit të ardhshëm. Të dytë janë të listës A. Kështu që do ta kemi numrin e më të pamjaftueshëm vitin e ardhshëm, por ne do të punojmë shumë më shumë me një sistem të punës piramidal, të cilin e kemi miratuar veç para fillimit sinorit kaluar në bordin e Federatës Basketbollit Kosovës, për të mbikëqyrë të gjithë dhe për të siguru sa më shumë ndeshje për të gjithë ata në mënyrë që të ngritët cilësia. Do të keni parasysh që në ndeshjet e Superligës femrave edhe Ligës parë të meshkujve, referohet me teknikën me 3 gjyqtarë. Në ndeshje tjera referohet me teknikën me 2 gjyqtarë. Ajo çka ne duhet bëjmë ndoshta prej vitit të ardhshëm është do të thotë që ti përgatisim më herët sa djemë dhe vajza të reja me këtë teknikën me 3 gjyqtarë. Do të thotë që ndoshta do t'i bie që ta ngrisim, ta zgjerojmë pak gamën e angazhimit të 3 gjyqtarëve edhe në për gara të tjera përveç të trijave të cilat i kemi, të punojmë drejt për drejti me ta. Do të thotë edhe në terren dhe jashtë terrenit, sepse një gjë që duhet kuptuar që për ndeshjet e nivelit elitar për ne, do të thotë para secilës ndeshje bëhet ajo që quhet konferenca para ndeshjes, edhe pas secilës ndeshje bëhet vlerësimi i secilit prej tyre edhe performancës tyre. Kjo ndihmon jashtëzakonisht shumë, po për faktin që kemi edhe numrin e pamjaftueshëm, edhe do t'i humbim edhe disa, do të thotë ne shumë më shumë duhet punojmë gjatë këtyre muajve të verës për të siguruar gjyqtar edhe për vitin e ardhshëm. E përmendet të zerohet gama, a do të zerohet edhe liga, sepse janë disa informacione të cilët kanë qarkulluar se ka mundësi të zerohet liga?
Unë këtë pyetje e kam pas edhe në vetë takimin që e kam pas me ekipet e Superligës si vjetë, edhe ajo që kam thonë për këtë çështje është do thotë se ne do ta bëjmë një analizë të thukt të asaj se çka kemi në terren, do thotë në kuptim të klubeve të cilat janë të afta për të garuar në Superligë, sepse për të garuar në Superligë nuk mjafton vetëm rezultati sportiv, po janë edhe një sër kriterësh të cilat duhet të plotësohen. Kështu që ne do ta bëjmë një pasqyrë të qartë të asaj që kemi në terren dhe pastaj do të merret një vendim. Sigurisht se ky vendim nuk do të merret para fundit majit, para përfundimit të Superligës, por në marrjen e këtij vendimi ne duhet të kemi parasysh faktorë të ndryshëm. Do të thotë nuk është veç klubi sa është i organizuar dhe a mund të luajë në Superligë, po duhet shohim edhe cili është numri i lojtarëve vendor të cilët janë të aftë për të luajtur në Superligë, cili do të jetë numri i lojtarëve të huaj të cilin do të angazhojmë. Zgjerimi i ligës në vete mund të sjellë të mira, patjetër, por mund do ta dëmtojë ligën do të thotë në këtë format të cilin e kemi pasur ne këto 2 vitet e fundit, sepse secila ndeshje ka qenë e paparashikueshme, edhe ajo që e bën basketbollin kosovar ose garën e Superligës të veçantë është pikërisht kjo paparashikueshmëri. Do të thotë për fakti që ne kemi ndeshje më cilësore secilin vit në Superligë, edhe këto duhet pranu, thotë ne duhet shohim se si ta mbajmë atraktive Superligën në mënyrë që këtë joshje të publikut të cilin e kemi, të materializojmë edhe me zgjerim të aktiviteteve tona me gjenerata të reja për të sjellë edhe ato pranë basketbollit në moshën sa më të hershme të mundshme. Kështu që kjo është duhet shihet krejt pasqyra ato për ta marrë një vendim të tillë, tash do të ishte Dorën zamë nuk është i lehtë. Nuk është as pak i lehtë, do të është vendimi jo vetëm për zgjerimin, po dhe vendimi për angazhimin e lojtarëve të huaj, secilin vit është vështirë të merret. Secilin vit ne duhet bëjmë analizë të tillë me emra të përveçëm, me kapacitet, me gjithë shka tjetër për të marrë një vendim në fund. Nuk është se e kemi luksin për të thënë që ne do të zgjerojmë ligën në vitin 2027. Për fat keq. Për shkak se ne nuk kemi planifikim të tillë afatgjatë brenda klubeve tona. Do të thotë ose afatmesëm do të ishte në këtë rast, jo afatgjatë. Po për ne do të thotë ne duhet të veprojmë pas përfundimit të secilit stinor në bazë të asaj çka kemi në terren. Është evidente do të thotë që ka gatishmëri për zgjerim të ligës, do të thotë edhe klubi i cili ka rënë nga Superliga si vjet Proton Cable Prizreni, edhe klubi i Kekut nga Obiliqi i cili nuk arriti që të futet në Superligë si i dytë në ligën e parë, e kanë shpreh këtë dëshirë, e kanë shpreh këtë vullnet, madje për Proton Cable Prizreni e kemi marrë edhe me shkrim kërkesën për tyre, kështu që ne patjetër se do t'i analizojmë të gjitha, por ta marrim, ta them tash një lajm sot, pa e pasur edhe këtë analizë e cila do të kryhet gjatë muajit është e pamundur. Folem shumë për Superligën, sepse është kategori e nivelit tjetër, si qëndrojnë punë dhe sajnë të kënaqur me aktivitet dhe organizimet që po bën në ligat më poshta. Liga parë është konkretisht fjala. Në realitet Liga e parë nuk po e jep atë që ne kemi shpresuar se do ta jap me ato vendime dhe veprime administrative që i kemi marrë për Ligën e parë. Për shkak se aty e kemi numrin e kufizuar të lojtarëve të huaj, e kemi numrin e caktuar të lojtarëve të cilët duhet të jenë në një moshë të caktuar, e kemi dhënë mundësinë e luajtjes me licenca të 2 feshta e tjera për deri në një moshë të caktuar, do thotë kemi menduar që aty duhet të jetë ajo linja e prodhimit, për shkak se Superliga do thotë duhet të mbajë balancin mes të dyjave, mes prodhimit një në anë edhe mes rezultatit në anën tjetër. Ne kemi menduar që aty do duhet që të fokusoheshim me këto masa për të siguruar atyre kushte më të mira për zhvillim, por për fat keq do thotë nuk po i gjykoj klubet, sepse ne duhet ta kemi parasysh që neve na duhen 2 faktorë për këtë punë, neve na duhen klubet, konsolidimi, trajner, strukturë, udhëhecje e tjera, por në anën tjetër po na duhet edhe infrastruktura, të cilën e kemi të pamjaftueshme në Kosovë, siç e thënë. Kështu që jam pjesërisht i kënaqur me ato që ka ndodhur në ligën e parë. Ka pas konsolidim si vjet, kemi pas 3-4 klube të cilat kanë luftuar deri në fund për hyrje në Superligë, por nuk mund të jem totalisht i kënaqur me faktin që na është dashur që ta zvoglojmë numrin e ekipeve pjesëmarrëse në ligën e parë. Ne kemi kalu prej 10 klubeve në 9, prej 9-ve në 8, edhe kjo nuk është e mirë. Unë do të doja që aty të kemi më shumë garë, më shumë fokus, edhe një gjë që duhet bëjmë patjetër, do të thotë mes këtyre 2 stinorëve që ta mendojmë nëse duhet kthy aty numri sërish në 10 apo jo. Dalim pak të konkurenca e femrave dhe aty, kampionate dhe play-off dhe gjitha në garat e kupës, cili është vlerësimi juaj me pak fjalë në kategorinë e femrave? Ka pasur konsolidim të klubet e femra, ka pasur investimet të klubet e femra, do të mund ka gëzu fakti që si vjetë kemi pas sërish 4 klube konkurrente në një formë,
Bashkimi ka qenë dominues, ka përfundu krejt garën me një humbje, nëse s'ka bëjt për tërë stinoren, kështu që ka dominu ligën të ne pa tjetër, por nuk është se nuk kemi pasë dhe aty garë të ngusht, ka pasë ndeshje të ngushta, po nuk jam i bindur se ka një strategji mrapa kësaj pune të zhvillimit të basketbollit femror. Ashtu si që nuk jam i bindur që ka edhe për meshkuj, por për basketbollin e femrave është më e vështirë. Është shumë më e vështirë puna të cilën e bëjnë të gjithë ata administratorë udhëheqës basketbollit femrave, sepse e kanë shumë të vështirë për të siguruar mjete për zhvillim edhe për aktivitetin e tyre të rregullt të cilin e marrin. Kështu që duhet me i falenderuar, me i përgëzu për punën të cilën e kanë bërë, sepse nuk është e lehtë. Në anën tjetër, do thotë prej anës federatës ne jemi përpjekshë me transmetime televizive, me vendosje të reklamave në LED, me krijim të identitetit veçantë Superligës femrave, me krijim të faqes së veçantë për femrat e tjera, do të jemi mundu me disa masa me shty tutje, por për fat keq nuk mund të raportoj sonte se jemi tërësisht kënaqur me ato që ka ndodhur gjatë vitit kaluar, do thotë jemi të kënaqur me garën, jemi të kënaqur me intensitetin e angazhimit të cilin e kanë pas klubet e femra, por nuk po arrim që ta sjellim shikuesin në sallë. Edhe kjo është shumë fatkeqe, do thotë sepse sjellja e shikuesit në sallë si zinxhir që po e përmendit, do thotë sjell mas ne edhe sponsorët edhe paratë edhe interesin edhe numrin më të madh të femrave, vajzave të vogla të cilat merren me sport. Ne po përpiqemi do thotë që në të gjitha nivelet të stimulojmë femrat të cilat janë në basketboll, do thotë femrat në basketboll nuk paguajnë në federatë, po thuaj se asgjë përveç angazhimit të lojtarëve të huaja. Kur do që e bëjnë këtë punë, kështu që ne përpiqemi që të mbulojmë këto kosto, t'u ndihmojmë për aq sa mundemi, por për të vazhduar me këtë trend dhe me këtë rritje, ne natyrisht duhet kemi edhe rendimentin mrapa, do të shohim rezultatin e tërë këtij investimi. Do të kalojmë nga një fushë në tjetrën, gjithmonë duke folur për basketboll, ndash një tjetër segment shumë e rëndësishëm, ju e përmendet që në nisëm Liga Unike, do të thotë Liga Kosovë-Shqipëri, patëm organizimin në Prishtinë, pra një basketboll që është jo vetëm garus, por është edhe një test kusht basketbollit barkombëtar. Liga Unike do thotë është si vjet kemi pas një organizim të mirë, kemi pas organizimin e mirë edhe në Vlorë, do thotë tek Final Fouri i femrave duhet me përmend këtë. Atje do thotë Flamurtari nga Vlora është shpall kampion. Në Prishtinë kemi pas organizimin e mirë, do të kemi pas ndeshje mjaft të mira, do thotë të cilat janë zhvilluar në nivel të gjysmëfinaleve, masë edhe finalja ka qenë e mirë. Ne kemi do ta rivlerësojmë natyrisht pas përfundimit të secilit sinor atë formën se si do ta organizojmë për vitin tjetër, por kjo formë të cilën kemi pasur si vjet të organizuar besoj që ka qenë e suksesshme. Një gjë të cilën kemi diskutuar bashkë me FSHB-n është edhe zgjerimi i garës apo i Ligës Unike për të mbuluar edhe U18. Unë do doja do thotë që të kemi një garë U18 në të ekipet të dyja bendeve. Ashtë kjo si ideja, po? Është ideja cila është duke u konsolidu më tej, është duke u strukturu më tej, dhe më besoj do të që prej shtatorit ose tetorit do ta kemi një garë të ngjashme edhe tek U18, për të pasur si vit parë si test, si pilot, se si do të shkojë pastaj për ta zgjeruar në të ardhmen pse jo edhe në U16, do të për ne do të ishte mirë sepse ti e thash shumë mirë, do të thotë që kjo tregon se ku është ekipi ose ku janë ekipet e secilit prej shteteve në dy anë të kufirit në këtë moment, por unë do doja që të shohim edhe fëmijët ku i kemi, do të thotë ata të cilët janë më të ri, po jo veç kjo, sepse fundja fundit për kategoritë e reja rezultati nuk është gjithmonë ajo më e rëndësishmja, po është me rëndësi, do thotë që të kemi më shumë ndeshje, po e heq, po e abstrahoj, do thotë atë ndjenjen subjektive që është mirë që edhe fëmijët të shkojnë, të shohin që jemi pjesë të njëjtit kombe tjera, po edhe vetëm puro në kuptimin sportiv, unë besoj do thotë që do të ishte e mirë që të kemi garën të zgjerohet edhe më tej, do thotë përveç meshkujve dhe femrave, të fillojmë vitin e parë me U18 meshkuj, të shohim asaj për vitin e dytë ta zgjerojmë tek U18 femë, vajzat edhe tek U16 djemt. Tash do të kalojmë te segmenti i fundit për cilin do të bisedojmë, është kombëtarja, mbaj mend se gjithmonë kur kemi biseduar, pikat e cilat ju nuk keni të kënaqur është pikërisht rezultatet e kombëtarës, jo kombëtarja si ekip. Mirë po, gjithmonë keni thënë që prej kombëtarës pritet edhe është dashur që të bëhet më shumë. Qa them? Nuk e di kur kemi folë herën e fundit bashkë, po do thotë edhe rezultatet e fundit të cilat i kemi arritur, do thotë nuk na kanë lënë hapësirë për me u kënaqë, do thotë kemi përfunduar ciklin me 2 fitore dhe 4 humbje.
edhe ajo që jemi marrë vesh bashkarisht do të thotë me drejtues tjerë të federatës, është do të thotë që duhet ta bëjmë edhe një rivlerësim pasi që përfundoj sfinori, sepse e keni parasysh që kjo është kohë me shumë intensitet të madh, do të thotë, me shumë si të them, do të thotë me shumë angazhim, edhe e kemi të pamundun që ta bëjmë këtë vlerësim tash, për ma tepër që nuk kemi aktivitet me kombëtaren e meshkujve deri në nëntor të këtij viti, me të femrave deri në vitin e ardhshëm, kështu që kemi hapësirë të mjaftueshme për ta bënë një rivlerësim, por unë mendoj që personalisht mendoj do të thotë që është koha për përtrirje, mendoj që është koha për t'i falenderuar ata të cilët kanë dhënë shumë për basketbollin e Kosovës, disa prej tyre duke heqë dorë prej kombëtareve shumë serioze, do të thotë edhe të tjerëve duke heqë dorë prej kohës tyre të lirë me familje, me ku e diun çka për të qenë pranë fanellës së Kosovës, kështu që duhet mi falenderua dhe mi thonë që ne duhet të kërkojmë rezultat, por duhet të kërkojmë prodhim para rezultatit. Ne duhet ta kemi plejadën e lojtarëve të ardhshëm, të cilët do ta mbajnë barrën e përfaqësuesës për 5 apo 7 vitet e ardhshme, kështu që patjetër se do të ketë ripërtrirje aty. Nuk është që nuk jemi duke u mundu tash jemi duke punu me të gjitha kombëtarët të cilat gjatë verës do t'i kemi të angazhuara në për kampionate evropiane, do të thotë i kemi 5 të tilla të cilat do të luajnë vetëm në disiplinën 5x5, ose ne kemi edhe tek 3x3, kështu që jemi duke punuar me ta. Ajo që kam kërku do të thotë është që të identifikojmë mesin e këtyre kombëtarëve të cilat i çojmë, posaçërisht lutet 18 o 20, do të thotë të identifikojmë ato djemë vajzat të cilët do ta bartin barrën e kombëtarës për vitet të ardhshme. Ne duhet ta rishohim edhe një herë do të thotë se cili është niveli i ambicies tonë. Çka duhet kemi një ambicie, po megjithatë mendoj që është konkludimi i përgjithshëm për gjithë atyre që e duan basketbollin e sportin, se ne duhet të punojmë në ripërtrirje dhe duhet të shohim ta kemi bazën e asaj që do të na mbajë për 5-6 vite të ardhshme. Është e pamundur që të mendojmë do të thotë që lojtarët të cilët tash i kanë 32, 33, 35, 36 vjet, do të jenë aty edhe për 3-4 vite të ardhshme, kështu që ne duhet mendojmë prej këtyre djemve dhe vajzave të reja të cilat po luajnë në për ekipet e Superligës tonë, po dhe shumë ata që i kemi jashtë, të cilët i kemi në vazhdim, i kemi në kontroll, jemi duke i përcjell, të shohim se si t'i sjellim sa më shpejt në Kosovë dhe t'i kemi edhe ata për këtë ciklin e ardhshëm. Gjatë bisedës u përmend edhe aspekti teorik, kur ishim duke folur për gjyqtarët, aspekti teorik dhe praktik. Në teoritë sportit, kur jemi tek kombëtarja, është sa e dhimbshme, po është aq është edhe zorshme ndrimi i gjeneratës. Teoretikisht mundem mu përkufizu kështu. Unë mendoj se është shumë e dhimbshme në rastet kur ke rezultat. Po. Në rastet kur s'ke rezultat, siç është rasti jonë, ne nuk kemi rezultat me kombëtarët, do thotë tek meshkujt s'paku, tek femrat kemi pas një vend tretë të kampionatit për shtetet vogla para 3 vitesh, po tek meshkujt nuk kemi rezultat tash 5 vite, 6 vite, do të prej vitit 2018-19, kështu që në këtë situatë unë besoj që nuk është edhe aq e dhimbshme. Është e zorshme. Është më pak e dhimbshme, më pak e zorshme tash, sa do të ishte e zorshme po të kishim një rezultate të mira, duhet ta ndërmarrim këtë hap thjesht për shkak të moshës së lojtarëve, po megjithatë unë mendoj që subjektivisht unë personalisht nuk e di se si do duket kombëtarja jonë pa ata të cilët e kanë bardh barrën e kësaj kombëtare tash do të prej vitit 2016. Për këtë qëllim është e zorshme. Për këtë qëllim subjektivisht është e zorshme, ndërsa objektivisht është paksa më e lehtë. Kur jemi te kombëtarët, kalojmë te kombëtarët e femrave, përmend ato që deshta ta them. Domethënë kemi vetëm sukses që kemi kombëtarën e femrave. Po, e kemi edhe do të thotë ne do ta kemi garën vitin e ardhshëm me kampionatin e shteteve të vogla. Unë s'kam qenë natyrisht jo unë, po askush në federat nuk ka qenë i lumtur me rezultatin të cilin e kemi arrit në kampionatin tonë të fundit. Edhe aty jemi shumë fatlum sepse i kemi disa vajza, po i quaj vajza me qëllim, do të thotë se janë vërtet do të thotë moshës 15, 16, 17 vjeçare, të cilat janë duke e ndërtu kapacitetin e tyre dhe janë duke ndërtu karriera jashtë Kosovës, edhe që besa edhe në Kosovë, kështu që unë besoj që të ardhmen kemi të ndritur me kombëtarën e femrave dhe aty duhet ketë përtrirje, me patjetër duhet ketë përtrirje, duhet t'i falenderojmë disa prej atyre të cilët kanë dhënë kontributin derisa. Po unë besoj që aty e kemi situatën paksa më të mirë, sepse i kemi spaku 4 apo 5 vajza të cilat besoj që do ta bartin këtë barr për vitet e ardhshme dhe prej tyre do të krijohet brumi i bazës së reprezentacionit për disa vitet në VM. Kështu që ne do të përgatitemi me ngulm për të qenë gatshëm për garën e korrikut vitit të ardhshëm, do të vitit 2026, edhe do të përpiqemi që ta nxjerrim maksimumin aty. Përmend të korrikun e vitit 2026, por është e pashpangshme të themi sepse shkarës ju përmend edhe infrastruktura. Nuk është që kemi një infrastrukturë që mund të krenohemi. Kam mbetur këto palestrat në përqendrat më të mëdha
të cilët po i zhvillojnë aktivitetet jo vetëm basketboll, por gjitha sportet me dorë, dhe jo vetëm ato. E përmenda dhune infrastrukturën, infrastruktura është një prej atyre kancereve që po e hanë sportin, jo vetëm basketbollin, më dhe që për gjitha sportet situata është ngjashme. Ne në Prishtinë kemi një palestër e cila mund të jetë në dispozicion të komunitetit sportiv për 24 orë dhe një e cila mund të jetë pasi që të përfundan do të një tetori që mund të jetë në dispozicion pasi që të përfundan në orarin mësimor. Kështu që nuk është se kemi kapacitetet të mjaftueshme për zhvillim të garës kulminante, për fat keq nuk kemi as kapacitetet të mjaftueshme për zhvillim të gjeneratave të reja për punë prodhuese, po e quaj nëntojza, do të thotë nuk kemi kapacitetet të mjaftueshme. Jemi me fat që qeveria ka shpreh gatishmërinë për të investuar në kapacitete zhvillimore, në përqendra trajnuese, por për fat keq do thotë për shkak të disa zhagitjeve do thotë nuk arritëm që ti materializojmë ende apo të fillojmë punimet në një prej komunave të cilat të duhet që të fillonin ndërtimin e këtyre palestra. E kemi parasysh natyrisht se si vjet për shtetin tonë ishte vit zgjedhor edhe që tash në këtë situatë ku jemi edhe sot do thotë pa me një qeveri në detyrë, do thotë pa mandat të plot është iluzore që të mendohet do thotë që të kemi ndonjë zhvillim më shumë se sa ka që kemi, po na mbetet me shpresë. Ne mbesim me shpresë do thotë që do të ndërmerret diçka në këtë drejtim. Mos të harrojmë një faktor të rëndësishëm, do thotë edhe lojrat mesatare 2030 që kërkojnë një infrastrukturë apo avancim të infrastrukturës. Inkurajues është fakti do thotë që qeveria është duke menduar për avancim të infrastrukturës, ndërsa në anën tjetër është natyrisht pak sa zhgënjyes që s'po mri me materializu sa më shpejt me fillu me punime, do thotë mu nda këto lokacione, mu bosh shpërndësimet kudo që duhet mu bosh shpërndësimet, mu marr toka dhe me fillu me ndërtim, sepse mjetet janë aty tash një vjet e gjysmë. Kështu që po shpresoj që qeveria e ardhshme në momentin e fitimit të mandatit plot do të punojë me ritëm të përshpejtuar për të shtyt përpara të gjitha këto procese. Është mjetet janë mirë, po koha na premton. Këtu është dhe sa mund të përfitojnë këta. Ka ndonjë plan konkret Federata Basketbollit që mund t'i adresohet qeverisë apo Ministrisë së Sportit se infrastruktura për lojrat mesatare duhet të ketë vend veçantë dhe basketbollit. Për faktin se është fjala për një sport popullor. Në realitet, Federata e Basketbollit tash një vit e ka projektin zbatues të gatshëm për palestrën. Edhe këtë projekt ne ja kemi dërguar edhe komunave të cilat do duhet që të përfitonin, edhe qeverisë, natyrisht do thotë Ministrisë për Kulturë, Rinjë dhe Sport, edhe duhet thënë që do thotë prej ministrisë kemi pas feedbackun shumë pozitiv, të menjëhershëm, por për fat keq do thotë ende komunat nuk e kanë ndarë parcelat e duhura për zhvillimin e këtij projekti. Në sa komuna shtrihet ky projekt? Për momentin do thotë dy të parat janë në Prishtinë dhe Prizren. Prizreni e ka bën ndarjen e një parcele, por për fat keq do thotë parcela ka qenë pa mjaftueshme në kuptim sasior. Po, hapësirës, nuk ka qenë mjaftueshme për shkak se e cenonte shumë të gjithë rregullimin urban të asaj zone, madje do të e cenonte edhe hyrjen dhe daljen nëpër shkollat të cilat ishin aty pranë, kështu që ajo nuk ka qenë e pranueshme. Tash jemi duke punuar me ta për të gjetur një lokacion tjetër, e ka bërë një propozim tjetër komuna e Prizrenit. Komuna e Prishtinës e ka dhënë një premtim para një kohe për ndarjen e një parcele, për fat keq do thotë edhe aty janë shfaq disa telashe administrative, ligjore lidhur me pronësinë e tjera, kështu që po shpresoj që ta zgjidhin sa më shpejt në mënyrë që të mund të ndajmë këto. Edhe komuna e PS, e cila është e treta në listë, e ka dërguar projektin e vet apo tokën e vet të cilën mendon që ta ndajë për këtë, dhe aty duhet bëhet një shpërndësim sepse prej gjithë 1 hektarë diçka që nevojitet për ndërtimin e kësaj palestre, një 15-20 are nuk janë të vetat, kështu që duhet bëhet shpërndësimi për AKP-s, do thotë të gjitha po përpiqen, po nuk kemi diçka konkrete, do thotë tash sa kohë. Për fat keq ka kaluar shumë kohë prej kohës kur është bërë zotimi, në veçanti do thotë sepse komuna e PS ka qenë paksa më proaktive në bazë të diskutimeve që ne kemi pas, ndërsa për komunën e Prishtinës dhe Prizrenit do thotë kanë qenë edhe letrat zyrtare prej MKRS-s prej fillimit vitit 2024. Kështu që të gjitha besoj që po bëjnë diçka në këtë drejtim, por për fat keq nuk po arrin që të materializojnë. Në anën tjetër do thotë mjetet janë edhe duhet bë, por mos e ndërlidhim këto me lojrat mesatare. Për lojrat mesatare do thotë qeveria ka tjetër projekt, ka tjetër ide do thotë se si duhet mbuluar gjithçka. Kjo është thjesht për të siguruar kapacitete stërvitore për basketbollin, po mas edhe për të gjitha sportet tjera me dorë dhe futsallit. Kryetar, për të bërë një rëmbullaksim të krejt kësaj, jeni të kënaqur me Superligën, jo shumë me kombëtaren, me ligat femrë, me gjitha, edhe ajo që e mbajnë në kujtes thatë që pjesërisht jeni të kënaqur me ligën e parë, mund të them me plot kuptimin e fjalës jam
të jetë i kënaqur me bisedën që kemi zhvilluar, sepse biseda me ju ishte i nivelit të Superligës. Faleminderit shumë që gjetët Vjen mirë, kënaqësi gjithmonë bashkëbisedoj me ty, Toman. Shikues nderuar, biseduam me kryetarin e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahun.